janë burime nga SPAK-u këto, që rezultojnë të kenë përdorur Sky SC-n, atë aplikacionin e krimit, prej të cilëve 54 janë hetuar, 30 janë në burg. Ju janë sekuestruar pasurime nga 3 deri në 4 milionë euro, të gjitha me rrogë. Ju a kanë sekuestruar në momentin e parë, kur nuk është marrë konfiskim. Ju janë kthyer prapë mbrapsht. Të gjithë dhe nga i pari ke fundit, me rrogë. Nuk e di nëse ka njëri këtu nga deputetët, tu ka deputet që kanë disa mandate, që do të thotë ka disa mandate që marrin një nga rrogat më të larta që ofron ky shtet. Të dytën radhë, tretën. Kush ka bërë 3-4 milionë euro pasuri dhe investime në ndërtim me rrogën e deputetit? Asnjë. Ka për atyre që janë të mirëqenë, kanë hyrë të mirëqenë në parlament, po ta bësh me rrogë, nuk ka vend në botë që bëhesh zengjin me rrogë, jo më me rrogë polici. Ky është dallimi në mentalitet që kemi. Polic milioner, polic katuni, që shkojnë i vjedhin i thynë shtëpi e shtremët. Të mërë që ka ndash ke shtëpia këtij policit, policit plot fuqishmit zonës. 70-80.000 euro mrena. Janë sigurisht, po e njëta bandë që e ka leju të mbjelli kanabisin e televizijat, i ka dhënë lekën, fund fare e di po këtu i ka, tak shkon ja merr dhe marron puna. Pa fund, për statistike policisë, vjedhje, banesash, me thyerje, punonjësve të policisë shtetit në pozicionin më modest të mundshëm, policë katuni. Kryesisht malësie. Kështu që kjo lloj policie dhe ky lloj drejtimi, i cili vazhdon të punojë pa u ndjerë, megjithëse e di që janë mbi 160 deri në 200 tash, punonjës të lartë policisë, grada të larta, kryesisht të krimit organizuar, antikrimit, që kanë qenë përdorues, do të thotë partner të organizatave kriminale, duke komunikuar në Sky ECC, vazhdon e qetë. Ju kanë shpërndarë një formular, kanë thonë duhet të vetë deklaroni e ka përdorur, një gjithë kanë thonë jo. Asnjë se ka përdorur Sky ECC-n. Rezultojnë gati 200. Ju thash dhe janë që të gjithë milioner. Pa duhet të mbetet peng zoti Balliu që s'po miratohet sot kjo punë. Edhe sikur të kishim marrë vendim sot ne që do të miratohet kjo gjëja, dhe në fund fare do dilte ligji Balliu. Do të kishe qitë në selamet ti familjet e të rënëve policisë shtetit, jo. Sepse shifrat tregojnë që viti më i mirë që kanë pas këta, është viti 2025, kanë sekuestruar e konfiskuar, sekuestruar pasuri 45.4 milionë euro në 8 miliard xhiro në vit. Dakor, 45.4 milionë euro. Nga të cilat konfiskim përfundimtar kanë 1.9. Këtu u tha dhe kjo mendimi dora e ngrohtë e partisë. Ekziston ligji dhe ka një praktik me analizë financiare dhe mekanizëm zbatimi, që pronat e konfiskuara, 20% e tyre, përdoren për familjet e policëve të rënë, për shtresat vulnerabël, te proka dhe për zhvillim ekonomik, për të nxitur zhvillimin ekonomik. 20% që e 1.9 milion euro është 380.000 euro. Diçka 10 shishe verë të Edi Ramës dhe të Agasit, dakor, me nga 33.000 sa i bjen. Dakor? Kështu që mua më vjen mirë që e keni sjellë të propozim. Mos mendoni se keni dështuar për faktin që është merret një vot kundër për këtë, lutem a mund të marrë? Sepse keni arritur një fitore vërtet shumë të madhe, për këtë duhet jeni krenar. Keni ekspozuar, jo se kishte nevojë, se nuk ishte ekspozuar, po keni ekspozuar në të gjithë lakuriqësinë e saj, perversitetin që ekziston deri tani dhe propagandën, i cilën vendoset ku, mbi çfarë? Mbi ca njerëz që nuk ekzistojnë më, që kanë dhënë jetën për këtë shtet në luftë kundër krimit për sigurinë tonë. Unë falenderoj edhe një herë dhe sigurisht do doja t'ju thoja që mos u dëshpëroni, megjithëse nuk besoj se keni prit rezultat tjetër përveç këtij që dëgjuat sot. Gjithsesi këto janë të vlefshme, jam i bindur që janë të vlefshme dhe shumë shpejt po ky parlament do t'i miratoj. Pikërisht këto propozime që ju keni sjell në një mazhorancë tjetër, në një qeveri tjetër, ato që realisht do të bëjnë ndarjen e policisë nga krimi. Faleminderit.